Enes Anza është kampioni i Shqipërisë nga Vllaznia e Shkodrës për kategorinë e peshës 75 kg në mundin e lirë. Urime Enes për këtë sukses. Faleminderit. Kjo medalje në qafë në gjoks ju shkon shumë. Shumë faleminderit. Do të përmend fillim që kampionati në Shkodër ishte një emocion vetë, një emocion i veçantë nga kampionatet e tjera. Dhe shumë krenar për këtë rezultat, përveç se në mundin e lirë që u shpova kampion kombëtar në peshën 75 kg, ashtu edhe në mundin greko-romake që ishte ditën e diel. I zhvillua të dy disiplinat, edhe të lirën edhe greko-romaken? Po, i zhvillua dy disiplinat, dy ditë rresht dhe arritëm rezultatin maksimal. E vështirë për të kaluar nga mundja lirë që ka disa rregullat e tjera dhe tek mundja klasike, si quhet greko-romake? Duke pasur parasysh stërvitjen dhe disiplinën e plot, nuk ishte ndonjë gjë e vështirë për të arritur. Po diskutojmë që karrierë sportive ka nisur duke pasur parasysh traditën sportive në familjen tuaj, që nga gjyshi juaj i minjori Altin Anza dhe kryesisht Altin Anza që është edhe baba juaj. Shpresoj përket kësaj çështje unë jam shumë krenar për familjen që kam dhe shpresoj të arrij gjithë rezultatet e tyre dhe mas rritur. Ne që kemi njekur për së afërm i konkurimin e Aliambës, gjyshi juaj ka qenë një sportist shumë i fuqishëm, klasifikatur si kampion dhe një djalë shembullor. Po ashtu edhe baba juaj dhe ju po vazhdoni të njëjtën rrugë, duke përligjur traditën e familjes. Po. Kam një shumë histori për gjyshin tim dhe unë ma vëngjejem sa herë që një gjë dhe duhet një gjë sa ma shumë për te. Po nga ta që kam arrit me imaginu në imaginatën tema i ka kenë një kampion superior dhe shumë i fuqishëm tapet. Por jashtë familjes Anza, ju jeni pjesë dhe familjes madhe Guri, me kampionët të mëdhej, Elias Guri, Ismet Guri, janë shumë, jeni pjesë e kësaj familje. Po, jemi pjesë e kësaj familje, por ata janë ata kanë bërë arritje shumë më të madhe duke pasur parasysh se Elias Guri kampion botet, por shpresojmë gjithashtu që të arrijmë ato rezultate veç me stërvitje. Shumë bukur. Krahas Vllaznisë dhe garave kombëtare, ju jeni edhe antar ekipit kombëtar dhe ju shumë lart keni konkuruar me sukses. Diçka për këtë konkurim jashtë Shqipërisë? Pata kënaqësinë të konkuroja dhe në aktivitetin ndërkombëtar të kampionatit ballkanik në Rumani me ekipin kombëtar të mundjes shqiptare dhe duke pasur parasysh nivelin e lartë që kanë kundërshtarët e huaj, besoj se paraqitja ishte e mirë, ku kam shkuar pik për pik me kundërshtarin i cili ishte përfaqësuesi i Moldavisë. Por në fund ai fitoi me kohë në një rezultat 11-8. Obligime tuaja për të ardhmen Shenoni thatë më herët për të arritur pse jo dhe Elias Gurin që është pjesë e familjes tuaj, kampionin e botës. Sigurisht që me stërvitje gjithçka mund të arrihet. Për sa i përket kësaj pune, talenti nuk ka as pak rëndësi para disiplinës dhe stërvitjes që ka një sportist. Dhe shpresojmë që pas hapi fitojmë ndeshje fillimisht me kombëtarën e Shqipërisë dhe pastaj pse jo të fitojmë medalje. Urime Enes për këtë medalje, titullin kampion dhe suksesin vazhdimsi, dhe mos me ekipin kombëtar për të na ngritur lart flamurin shqiptar. Shumë faleminderit. Në gjë rastin falenderoj edhe trajnerin babain tim Altin Anza për punën e palovër që ka bërë jo vetëm me mua por gjithë sportistët dhe dy trajnerët e mi që kanë pasur para babait, Nazmi Elezi dhe Maldin Camaj. Bukur, shumë bukur me babain, dhe unë po ja plotësoj akoma më shumë. Sa vështirë është të kesh tani babain dhe si janë raportet në stërvitje? Është kritik, është kërkues Altini, babai? Normalisht është një diçka e veçantë, domethënë që duke pasur babain trajner është normal që do të jetë pak më kritik, edhe duke pas parasysh edhe që unë jam i vjetër në këtë sport mundjes në kategorinë U15. Pra është diçka e veçantë.
Bukur, suksese në vazhdimsi.